nderuar vëllezër dhe motra, sonte do ndalemi në një aspekt tjetër të jetës së Umar ibn Khattabit radhiyallahu anhu, i cili ka të bëjë me administrimin dhe organizimin e jetës sociale, aq më tepër që Umeri radhiyallahu anhu, domethënë, mori një shtet që ishte në fillimet e tij. Pra, tullën e parë të këtij shteti e vuri zotëria i nderuar Abu Bekri radhiyallahu anhu, ndërkohë që ai i cili e ndërtoi këtë kalat fort të shtetit islam do të ishte pikërisht Umeri radhiyallahu anhu. Dhe normalisht që të ndërtojsh një institucion të fortë, një institucion të mbajtur, kërkohet domethënë mund, sakrificë, vigjilencë, strategji, por mbi të gjitha, Allahu shpëlbej. Por mbi të gjitha shumë sinqeritet ama. Shumë sinqeritet kërkohet domethënë për çdo gjë. Ndaj dhe kur ju kërkua dietari të shuar Malik ibn Anas radhiyallahu anhu wa rahimahullah që libri i tij të vendosej si kushtetut për shtetin, çfarë tha? Unë kam shkruar idet ose diturinë të cilën e kam trashëguar dhe e kam parë si të tillë, por ka të tjerë të cilët kanë dituri tjetër, kanë përvoja të tjera, kanë vizionin e tyre. Ndaj, unë kam shkruar, të tjerët do të shkruajnë, ajo çfarë do të shkruhet dhe do të bëhet dhe do të veprohet për Allahun xhelle xhelalu do të mbesë. Ndaj, si thot dhe Allahu xhelle xhelalu, qul i'malu fasayara Allahu 'amalakum wa rasuluhu, thuaj, punoni se Allahu xhelle xhelalu ta shohë veprën tuaj, po ashtu bashkë me të dhe i dërguari i tij. Të nderuarit e mi, në aspektin e Umerit radhiyallahu anhu, Umeri ishte i edukuar në shkollën e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe s'kishte se si të vepronte ndryshe ndaj hadithi profetik i cili flet për trashëgimin e pushtetit nga ana e Abu Bekrit dhe të Umerit. Profecia e tij domethënë u zbatua tek Umeri radhiyallahu anhu, ku tha pra i dërguari i Zotit, dhe më pas erdhi i biri i Khattabit, pra Umeri, i cili nxorri 10 a disa kova, pra 10 e gjysëm. 10 kova për i pusit, po me forcë të madhe ama. Domethënë, pjesa që thot me forcë të madhe ama, ka për qëllim domethënë që e drejtoi pushtetin e tij. E drejtoi. Dhe pikërisht në këtë drejtimin e pushtetit, Umeri radhiyallahu anhu e dinte se një anë tepër thelbësore e pushtetit është dhe mekanizmat financiare. Në mekanizmat financiare, Umeri radhiyallahu anhu kishte trashëguar nga i dërguari i Zotit një mekanizëm shumë të rëndësishëm, siç ishte ndërtimi i tregut. Me të zhvendosur në Medinë, profeti alayhi salatu wassalam, gjëja e parë që bëri ishte ndërtimi i një shteti një tregu paralel me tregun e xifutëve të hebrejve. Dhe kjo do të ishte arsye e parë se përse hebrejt do t'i shpallnin luftë të hapur profetit alayhi salatu wasallam, sepse u preku anën monetare, pra nuk mund ta lejonin diçka të tillë. Këtu në xhamiti nga Mjesi deri në darkë, me adhuru Allahun, me qenë xhamia plot, por nuk ke takat për më shumë se kaq, askush nuk e vret menin për ty. Rri. Nëse ti del jashtë mureve të xhamisë dhe bëhesh dikushi, aty fillon problemi për të tjerët. Aty do të filloj lakmia, aty ndoshta për disa do të filloj dhe frika. Ndaj dhe hebrejt u rrezikuan me anën e ndërtimit të një tregu paralel. Umeri radhiyallahu anhu, një ndër gjërat kryesore të cilat i kishte në fokusin e pushtetit të tij, do të ishte pikërisht pjesa e tregut. I vendosi disa rregulla në tregti që deri në atë ditë pakte nuk ishin bërë zyrtare. Pra nuk po themi se nuk u dinin, po nuk ishin zyrtare. Umeri radhiyallahu anhu për herë të parë emëroi inspektor për tregun. Për herë të parë ai i cili emëronte inspektor do të ishte Umeri radhiyallahu anhu. Për çfarë lipsej? Pra emëroi, ishte publik. Dhe çdo treg kishte një inspektor të tij ose një përgjegjës të tij, sepse mund kishte shumë inspektor, por përgjegjësi ishte një, ose kryeinspektori ishte një. Madje ai dilte edhe vetë në treg, duke kontrolluar domethënë se si shkojnë punët vazhdimisht. Por këto në vetvete ishin edukator.
Domethënë këta inspektorët ose krye-inspektorët ishin edukatorë në vetvete, sepse u mësonin njerëzve gjëra të cilat nuk i dinin dhe nuk i lejonin që të binin në paudhësi ose në devijime të cilat mund shtynte edhe tafmaja njerëzore për t'i bërë ato. Dilte në përtregje dhe për shembull ndodh një rast që një person sapo vjen një karvan nga jashtë dhe ndalon atë karvanin, thotë do ta blej unë. Të gjithin. Umeri nuk e lejon një veprim të tillë. Nëse don të veprosh diçka të tillë, tha shko bli dhe hajde shit në tregun ton. Jo të vish ti këtu në treg, këto mallin do ta blej të gjithin unë. Dhe vendos në magazinet e tua dhe e shet atëherë kur njerëzit kanë më shumë nevojë me çmimin që ti dëshiron. Ose shkon dhe falimenton tregtarët e tjerë, ose dikush domethënë mund të bëjë një marrëveshje me shtetin dhe merr një ekskluzivitet jo të një produkti, se ti mund të marrësh domethënë një markë caktuar në ditët e sotme dhe të kesh ekskluzivitetin e saj. Po ti e bllokon, domethënë gjithë duhet kanalizohen të vinë tek ty patjetër. Këtë nuk e lejonte Umeri radhiyallahu anhu sepse nuk e lejon Islami. Risku vjen prej Allahut më patjetër. Por pa përdorur këto mekanizma të shturur, këto mekanizma jo etik, sepse tregtia ka etik në vetvete, ka normë, ka kulturë, ka edukat. Ndërsa në rastin kur njeriu nis dhe i shkel to, ai nuk tregon etik. Ndaj dhe Umeri nuk e lejoi këtë person. I tha, do punojsh në treg, puno, po jo në këtë formë në cilën ti dëshiron të punosh. Shko, udhto, sill mall si të dëshirojsh ti. Nuk them asgjë, po jo të bllokosh tregun, bëhen gjithë pengi jondi. Umeri radhiyallahu anhu nuk lejonte që në treg të shiste një person i cili nuk e kish kaluar miratimin e asaj që quhet ndryshe, domethënë njohja e kapitullit të hallallit dhe haramit në fushën e caktuar. Se thonte të bish në riba, të bish në kamat, është shumë kollaj pas kësaj. Është shumë kollaj. Ndërsa njeriu duke mësuar domethënë këtë kapitull, duke përvetësuar këtë kapitull, të paktën nuk ka justifikim. Nuk i mbetet justifikim. Thonte që shiko se unë nuk e dija. Ndaj Umeri radhiyallahu anhu nisi dhe nuk e lejonte. Ne sot po flasim domethënë për specializime të ndryshme, qofshin dhomat e tregtisë ose në profesione të ndryshme, pra atë kërkohet sot ty të kesh certifikimet e nevojshme. Ndoshta në vendin tonë nuk funksionon me 100%, po në shumicën e vendeve të botës moderuar, civilizuar të ndryshe, funksionon pjesa domethënë që ti jesh në profesionin tënd ti jesh profilizuar tamam, domethënë ta kesh të certifikuar këtë pjesë. Këtë ka bërë për herë të parë Umeri radhiyallahu anhu. Sepse nuk i mbetej gjë tjetër, nuk i mbetej justifikim një njeriu i cili dëshiron të thonte unë nuk e dija këtë. Umeri radhiyallahu anhu ishte nxitsi kryesor që njerëzit të punonin ose të merrenin me tregti. Çfarë u thonte? Thonte o ju të ri, futju tregtisë. Një profil të caktuar, pra mund qëlloj që ti nuk e gjen veten. Mund qëlloj që ti nuk e gjen veten. Nëse hum 2-3 herë braktisa të kalon një fushë tjetër. Pra nuk është për ty ajo. Nuk është për ty, është diçka tjetër për ty. Kështu që fokusohu tek ajo tjetra derisa ta gjesh veten tënde. Domethënë mos u demoralizo asnjëherë. Nëse ti e kërkon riskun në halal, ti ke marrë shpërblimin me patjetër. Ndoshta ke dështu materialisht ose në konsideratat tona njerëzore, por ti ke fituar tek Zoti i gjithësisë. Dhe ne jetojmë për Zotin e gjithësisë, ne jetojmë domethënë që të arrijmë kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndoshta tek njerëzit mund të konsiderohesh dështak. Umeri radhiyallahu anhu përdori një tjetër metodë shumë të rëndësishme, që është modifikimi i çmimeve të produkteve të caktuara. Pra kishte produkte të caktuara ku ndërhyri deri edhe në çmimet e tyre, pra si ndërhyri. Nuk ndërhynte me të thonë që shiko se këtë e ke shtret ose kështu. Por si me thonë produktet e shportës,
nuk lejon dhe Umeri radiallahu anhu dhe më thënë që të shitenin për te çmimit normal. Nuk lejon të abuzimin me ngritjen e çmimeve, por në të njëjtën kohë nuk lejon të më thënë edhe të shesështi me të lirë. Pra e keni parasysh që ka njerëz që për të bërë atë bujën e tyre kryesore, kur dëshirojnë të bëjnë bujën e tyre kryesore, domethënë ai nis me një ulje çmimesh. Po burra sikur çfarë po bën. Ai realisht domethënë pas një farë kohe mjafton që të ketë bë atë ta ketë vizuar fiks atë çfarë donte të arrinte, ai kthehet aty ku donte. Mirë, po deri atëherë pranon domethënë disa humbje që të godasi filanin dhe fistekun vetëm që të krijojë klientelë. Këto lloj etika Umeri i ndaloi, ndaj goditi ngritjen e pakontrolluar të çmimeve, vendosi një lloj çmimi, sepse nuk është e drejta domethënë ai i cili shet është e drejta ti të shesë ashtu siç dëshiron, po pa i kaluar kufit. Vendosi domethënë një tavan për këto çmimet, sidomos për produktet bazë, dhe pasi përfundua me produktet bazë u fokusua tek diçka tjetër. Kjo diçka e tjetër quhet kamat. Se njeriu dashje pa dashje domethënë bjen në të. Bjen nga gjërat më të vogla dhe deri tek gjërat më të mëdha, domethënë ka ai i cili e ka të qëllimshme pastaj. Profeti alayhi salatu wassalam na ka mësuar se kur je duke ndruar të njëjtin produkt, të jetë sasia e njëjtë. Pra gruri me grur ose shite. Pra ti ke një cilësi të caktuar të grurit më të mirë, ai tjetri ka një cilësi më të dobët për shembull. Nuk është normale që të jetë barabartë, po 1 kg grur është 1 kg grur. Ndaj dhe thot profeti alayhi salatu wasallam, pra kur ndërron mallin, duhet jetë i njëjtë. Në të kundërt, shite. Pra e shet dhe ble. E shet këtë me çmimin që dëshiron të shesësh, dhe blen këtë tjetrin me çmimin që e shef të arsyeshëm për të blerë. Sepse janë cilësitë në mes. Pra edhe floriri për shembull ka gradat e veta. 22-shi, 24-shi nuk është si 14-shi, nuk është si 16-shi e 18-shi. Ndaj dhe kështu janë edhe produktet ndryshme. Mirë, po në mes duhet jetë çmimi. Çmimi për këtë shite edhe blije, këtë tjetrin shite edhe blije. Mund t'ju tregoj një gjë personale timen, se të janë popull të cilët edukohen domethënë me fe, ata popull që edukohen me fe domethënë e prodhojnë këtë kulturë kudo që janë. Shkoj tek tregtar florir, domethënë sirian, për të shitur disa stolit bashkëshortës dhe për të blerë të tjerë, domethënë donte të shiste ata që kishte dhe blinte disa të tjerë. Dhe bijem dakord domethënë që unë këta tha i blej me këtë çmim. Dhe i them unë që duhet blej unë, domethënë nuk është se duhet shes. Pra do shes tu do blej, s'ka problem. Si dëshiron ti. Pasi i shita ato, më jep parat, pra më afron parat. Dhe i them unë maj se do blej tjerat. Jo, merri një herë thotë mua. Pra unë hoxh, ai praktik. Sepse kur shet, duhet japësh dhe parat. Madje në një ndër shkollat juridike të fesë tonë islame, që është shkolla juridike shafiite, nuk është e komplikuar, por domethënë është aq e bukur kjo pjesë, sa thotë edhe kur shet, edhe kur i jep parat, ai thotë që unë e pranova blerjen tënde. Pra sa e shet këtë ujë, e shet kaq. Nuk mjafton të vetëm që ti të nxjerrësh parat dhe ai ti marri, po duhet ta shoqërosh domethënë që pranoj të ta shes. Dhe më thotë, urdhëro parat, i more, po, më bëna halal, nëse ram dakord, po, të shim thuaj çfarë do të blesh. Tani më thuaj çfarë do të blesh. Dhe këtë e ka zbatuar Umeri i pari. Umeri e futi këtë praktik, domethënë në maksimum. Umeri radiallahu anhu ishte ajo lloj kategorie njerëzish
që nuk ishte të ndalur, nuk ishte ndalur në punë të hajrit. Umeri për herë të parë ka vendosur kontrollet e natës, që quhen ndryshe. Çfarë janë kontrollet? Ekspedita natë, duke dalë dhe kontrolluar gjendjen e ndryshme të njerëzve. Dhe madje tregohet një herë për të se takon një burr. Jemi mësuar gjithmonë në historinë e asaj grus, të ndrojnë të shkojmë ke i burr. Do të thonë që gjen fëmin duke qahë. Shkojmë të shit tek një burr. Dhe pasi e përshëndet Omeri, pra e shihte që ai arrinte tek dera e shtëpisë, nuk ishte shumë normale, për shembull. Profeti alayhis salam ka thënë dhe për atë i cili qëndron në rrugë, t'ia japi hakun rrugës. I kanë thënë i dërguari i Allahut, kush është haku i rrugës? Ka thënë haku i rrugës është ulja e shikimit. Nëse je i detyruar me patjetër me net në rrugë, jepi hakun. Kush që nga haku i kësaj rruge, pra, haku i kësaj rruge që nga që ti t'i japësh hakun të mos merresh domethënë me kalimtarë, të rrish për hallin tënd aty. Dhe i thot Umeri këtij, pasi e përshëndet, do si e ke hallin, haja, nuk kam gjë, nuk e njihte. As ky se njihte Umerin, as Umeri këtë. Thot mirë, po dëgjon nga brenda, dëgjon domethënë shprehjen e dhimbjeve, thon ndryshe, të një femre, pra nuk e dinte se kush ishte. Më fal, thot, si është puna, vallai, thot, më thon drejtën, thot, po më lind nusja, po jam i huaj në këtë vend dhe nuk di ku të drejtohem. Së mërzit, thot Umeri. Shkon tek bashkëshortja e tij Ummu Kulthum dhe i thot, të ka çu Zoti një hajër. Do të thonë të ka ardhur hajri i nder. Është një grua, thot, gruaja e dikujt, thot, që nuk e njoh. Është në lindje dhe ka nevojë ta ndihmoj dikush. Erdha, thot ajo. Shkon dhe ndihmon, domethënë qëndron Umeri aty derisa lind dhe kishte marrë domethënë disa ushqime me vete. Kur lind kjo femra, i thot bashkëshortja e vet Umerit, thot, o prisi besimtarëve, se kjo ishte kultura, kupton. O prisi besimtarëve, tha, përgëzoje shokun Umeri se kishte as shok as gjë. Përgëzoje shokun se u bë më djalë. Kur e dëgjoje, i domethënë që prisi besimtarëve e harroi se është bë më çun. Thot dhe filloi të umek i shkreti. Domethënë që gjithë këtë kohë pas kam qenë tunet me prisin e besimtarëve, si bëhet tani e tutin. I thot Omeri radiallahu anhu, ta bëv Zotit hajrin djalin. I faleminderit kështu. Çka ke thotë, nuk don me na qeras në gjë? Pra rridha siç po rri edhe shpar. Siç po rri edhe shpar rri, pra mos më ndrysho se tani e mora vesh se kush ishe. Le të je, un jam ky që jam, ti i ai që je. Shikoj se si jetonte shumë normalisht, shumë thjesht, e merrte jetën me shumë sportivitet. Jetonte me hallet e njerëzve. Pra, ushtarët të cilët i kishte në pikat kufitare ose në vatrat e luftës, zakonisht pikat kufitare ato ishin vatra lufte. Do të thotë që nga çasti në çast rrezikohej për ndonjë luftë, ndaj dhe ruan ato kufit që mos shkilen. Thot Umeri radiallahu anhu me të njoftuar, domethënë që periudha e qëndrimit tyre në këto misione është e gjatë, vendosi një tavan, ku çdo që është i martuar, domethënë jo më shumë se sa 4 muaj. Pra në kryet 4 muajve me ligj ushtarak duhet kthehet në familjen e tij. Ky ishte Umeri për sa i përket jetës sociale ose organizimit të jetës sociale. Duhet ndalem pak tek një aspekt tjetër në jetën e Umerit. Umeri dhe shenjat e Kiametit. Ne jetojmë domethënë në ditë ku njerëzit janë kurështar shumë për shenjat e Kiametit. Dhe unë personalisht do të isha një prej atyre njerëzve që do e kisha me shumë dëshirë të trajtoja këtë temë të shenjave të Kiametit. Por jo për të shuar kurreshtjen e dikujt dhe për të dhënë informacion për dikë, a ku ta di unë. Po domethënë si të jetojmë shenjat e Kiametit në realitetin në cilin ne jemi. Pra jo thjesht sa për të shuar kurreshtjen. Dhe Umeri radiallahu anhu në shenjat e Kiametit
nuk jetonte për të shuar kurreshtjen. Dëgjojeni këtë hadith, të cilin e transmeton Hudhayfa ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, ku thotë: një ditë për ditësh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu na drejtohet të pranishmëve dhe na thotë: kush për jush mund të ma përcjell hadithin ku i dërguari i Zotit alayhi salatu vesselam flet për shenjat e kiametit, ose flet për fitnet, për sprovat. I thot Hudhayfa ibn al-Yaman, unë prisi besimtarëve. Thot, atëherë na thuaj. Thot, dhe dije domethënë se kur e merr përsipër një vepër, tregon që je shumë i guximshëm. Pra kur ty t'jepet opsioni, edhe sikur mos ta ngresh dorën për diçka, nuk e humb ndonjë, por kur e ngren dorën, ngritet përgjegjësinë në këmbë. Kjo është fjala e Omerit. Wa innaka lajari. Pra dije se ti je guximtar i madh. Thot Hudhayfa, thotë kam dëgjuar profetin alayhi salatu wassalam duke thënë: sprova e burrit në familje, në pasuri, e në fqinjësi, sprovën që përjeton në familje, në pasuri dhe në komshillik e në fqinjësi, e shlyer, pra sprova bëhet fjalë domethënë gabimet, lëshimet, tolerimet, gjitha këto shkeljet, pra shkeljen që ti mund të bësh me komshiun ose komshiu me ty në pasuri, ti ndaj dikujt ose dikushin ndaj teje, me familjen tënde, se nuk jemi perfekt, ne gjithë aty kemi ato shkeljet tona. Këto do t'i shlyen namazi, sadakaja, urdhërimi për mirë, ndalimi nga e keqja. Thot Umeri radhiyallahu anhu, nuk po pyes për këtë. Jo për këtë lloj, jo për këtë kategori sprove. Po përpyes për fitnet që janë sikur se dallgët stuhit e detit. I thotë o prisi besimtarve, mos u merr ti me të, domethënë se s'ke për ti përjetuar ti ato kohë. Cilat kohë? Shenjat e kiametit pra. Nuk do t'i përjetojsh ti ato. Madje thot, i thot Hudhayfa, madje po të tregoj se mes teje dhe këtyre shenjave të kiametit është një derë e fortë që është mbyllur. Thot Umeri radhiyallahu anhu, a hapet ajo dera apo thyhet? I thot Hudhayfa, thyhet. Pra nuk hapet po thyhet. Thot idhen la yughlaqu abadan, atëherë s'pas ka për të mbyllur kurrë, thot deri në kiamet. E kanë pyet Hudhayfen dhe i thanë, a e dinte Umeri se kush është dera? Se dera ishte vetë Umeri. Pra e dinte Umeri se kush është dera? Thot Hudhayfa, po, ashtu siç e dinte se pas natës do të vijë drita, agimi, dhe pas ditës do të vijë nata. Pra e dinte që ai ishte vetë dera midis tij dhe kiametit. Pra shikoni të nderuarit e mi se si jetonte Umeri radhiyallahu anhu me shenjat e kiametit. E din shumë mirë se çfarë bëhet fjalë në shenjat e kiametit. Dhe shenjat e kiametit, ndër shenjat e para, mund të themi domethënë që nis vala e tjerave, është pikërisht ardhja e profetit alayhi salam. Sepse profeti alayhi salatu wasalam ka thënë: bu'ithtu ana was-sa'a ka hatain, jam dërguar unë dhe kiameti si largësia e tyre dyjave. Do të thënë kaq i larg jam unë me kiametin. Dikush do thojë, si kaq larg kanë kaluar mbi 1400 vite nga vdekja e dërguarit të Zotit alayhi salatu wasalam. Dhe po thuat domethënë që kaq afër kanë kaluar shumë kohë. Mvaret çfarë llogarit ti largësi dhe gjatësi. I nderuarin, një person i cili ka jetuar 1000 vjet. 1000 vjet. Çfarë janë 1000 vjetët për të? Ka përshkruar Nuhu alayhi salam dhe ka thënë, si dy dyer, tek njëra hyra tek tjetra po dal. Pra kjo çështje pastaj, kohë ose numrimin vite, është çështje numrash, nuk është asgjë më tepër. Por kur sulmojnë këto, pra kur fillojnë këto shenjat e kiametit, siç thot Umeri, domethënë si dallga e detit, që vërshojnë si stuhia, si dallga e detit,
atëherë aty që e kanë të frikshme. Ne jetojmë kohë të tilla. A nuk po jetojmë në kohët ku vrasi nuk e din se pse po vret dhe i vrari nuk din se pse po vritet. Janë interesat e disa fuqive, madje jo të disa fuqive, po të disa njerëzve që përfaqësojnë këto fuqi, që po derdhet gjaku rroke, lum, në gjithë botën. Po flasim në lindjen e mesme, po në gjithë botën që është e vërteta. Por realisht edhe ky i cili po sulmon ose ai i cili po e zbaton urdhrin për të vrarë, për të qelluar, domethënë është koshient se çfarë po vepron, çfarë po bën? Një zbatim urdhri do thonë ushtaraku. Urdhri zbatohet. Urdhri zbatohet. Dhe i vrari nuk di se pse po vritet. Sepse janë interesat e disa njerëzve të cilët për ta domethënë njeriu nuk është gjë tjetër vetëm se çështje numri. U vran edhe kaq, ç'është numri, nuk ndryshon asgjë më tepër. Dhe imagjinoni domethënë që një person si Umeri radhiyallahu anhu që e dinte se dera që ndalon se domethënë që të bëhet kiameti, u dash kanë bërë lëshime të shumta. Ndaj dhe ajo që ka thënë profeti alayhi salatu wassalam, "Wailul lil arab min sharrin qad iqtarab", një ditë për ditësh hyrën në shtëpinë e tij, siç na tregon zonja nderuar Zeinebia dhe thotë, "Mirë për arabët për sherrin që u kanoset." Dhe thonë la ilaha illa Allah. Dhe kur binte shahadet pejgamberi alayhi salatu wasalam tregonte domethënë se është diçka madhore ajo të cilën po dëshiron ta thojë. I thot Esmaja domethënë pasi e dëgjon këtë fjalë i dërguari i Allahut, "Anahlaku wa fina salihun." Ana shkatron Allahu, ndërkohë që në mesin tonë do të jenë njerëzit e mirë, njerëzit e përzgjedhur. Qala na'am idha kathura al-khabath. Po tha, kur shtohet e keqja. Pra çfarë ndodh? Shenjat e kiametit, ai i cili nis dhe i provokon këto shenjat e kiametit, këtë saktim të Allahut, është e keqja që prodhon njeriu. Mos të di i vrasi se pse po vret dhe mos të di i vrari se përse po vritet. Të shtohet pasuria në mesin tuaj dhëtë si lumi, pra derdhet. Pasuri ka boll, bujari nuk ka. Dhe ne nuk vuajmë domethënë se nuk kemi në jetë. Ne vuajmë se ata të cilët kanë janë njerëz të babzitur. Sikurse ajo ndodhia me kur Ibrahim Pasha, djali Muhammed Ali Pashas, domethënë prezanton në xhaminë e madhe Omejadën në Damask mësimin e dietarit të madh Saidin Halabi, ndër të tjera dëgjon një fjalë aty që e pyesin hoxhën domethënë si është e mundur, si ta kuptojmë domethënë pjesën që ti je i kënaqur me atë që Allahu të ka dhënë, tha po. Dy fukaritha që kanë një organ e ndajnë këtë organ me njëri tjetrin që të dy të flenë ngrohtë. Ndërsa dy mbretër nuk mjaftohen me dy mbretëritë dhe sundimet që kanë, por kërkojnë të glabërisin mbretërinë e tjetrit. Diferenca midis këtyre, se në rastin konkret edhe këta dy janë njerëz, këta dy mbretërit, por edhe këta dy tjerët, fukaret janë njerëz, pra, nuk është se vinë nga një planet tjetër. Kush është diferenca? Diferenca është se këto pajtohen me ato që Allahu ka dhënë, ndërsa këta dy tjerët nuk pajtohen, nuk duan të pajtohen. Dhe kjo ndodh me njeriu. Njeriu e sheh tokën të ngushtë, ndërkohë që toka është e gjerë. Ka thonë Allahu begati në vendin ku je. Shijoja të begati. Çfarë ke me tjetrin? Pse duhet me glabëru tjetrin? Pse duhet me kërku me pushtu tjetrin? Cili do të jetë domethënë vizioni yt? Cili do të jetë motivi dhe synimi yt për diçka të tillë? Kjo mbetet themi domethënë që o Zot, na mundso të prihemi nga njerëz që të kanë frikë ty, të njohin ty, na mëshirojnë dhe ne. Është diferenca. Kur të prihesh nga i paudhi, kur të prihesh nga i pafeu, kur fatet e botës të jenë në tavolinën e atyre, domethënë, si rasti i faraonit që thonte ana rabbukumul ala, unë jam Zoti juaj.
ku qëndronte faraoni, qëndronte në pikën më të lartë, ngjitej në pikën më të lartë dhe thonte, unë jam Zoti juaj, pra më shihni. Mbi krijesën e Zotit dhe unë jam Zoti juaj, thonte. Pra kur fati i njerëzimit të jetë në duart e këtyre njerëzve, të cilët nuk janë gjë tjetër, vetëm se pasues i thtar të ushtrisë së faraonit, çfarë do të ketë bota tjetër? Një prej dietarëve të Islamit, Ebul Hasan an-Nadawi, në 1948 ka shkruar një libër i përkthyer edhe në gjuhën tonë shqipe, që ju këshilloj domethënë ta kërkoni, ta lexoni madha khasir al-alam bin hitati al-muslimin, çfarë humbi bota me rënien e muslimanëve. Çfarë humbi bota, thot, me rënien e muslimanëve. Po shikoni se çfarë teme përzjedh. Sepse sa ishte në dorën e muslimanëve rendi në tokë, pra ishte superfuqia në duart e tyre, vallahi, jo për ta thonë domethënë se ne jemi pjesë e besimit islam. Jo, por e gjithë bota ishte e qetë. Po muslimani edhe me morë për kotë, o vëllezërit e mi, i përkujto Zotin, i thret më, filloi dhe i thret. Po çfarë i bësh atij që nuk ka se kujt i thrasi? Sepse ai i thot jam unë, bëj unë, veproj unë, sundoj unë, si them unë. Askush mbi mua, atij çfarë ti bësh? Atij çfarë më i bodi? Kurse ky i cili e ka besimin, e ka islamin, ky edhe kur ka bën, po inshallah kthehet më. Si e historia me atë mbretin i cili kur e mori pushtetin, ishte në valën e rinisë së tij. Ndaj dhe i thot njërit prej dietarëve apo hoxhallarëve të kohës, i thot hoxh, kërkoj për teje që për çdo ditë vish tek unë, sa dushti, 10 minuta, i çerkore, gjysore, dhe të më japësh nga i këshill, domethënë të më majsh ka i vazë. Dhe unë do të paguaj për këtë kohën që më vë në dispozicion. Jo, thot hoxha, vi pa gjohë. Ja, këtu e po gabimi. Sa vi do të pa gjohë. Nga këtu nuk vlerë sot tjetri. Po t'i shofësh njerëzit të vlezën. Kush ta mat kokën në te, vlerësojnë. Shkoj dhe me thënë shërbej në mënyrë njerëzore, duket se sikur s'më boni si ç'duhet. Vlerësojmë për veten. Shkoj ke tregtari, po hallë se në tregtinë e kemi me Allahun. Shkoj ke tregtari, e jep çmimin e orët, njëtin mall ka, kupton? Po ky të ço çmimin din se si më ekspozu, më reklamu, ky po. Mashallah, edhe si ishte. Shko ki i tjetër, do në që është i thjesht, o modest. Ja, nuk do këtë, do tjetër. Ndaj, dhe ky do më thënë, thot, jore, pa jo, thot mretin, në mënyrë absolute, në mënyrë kategorike. Dhe kalun kohë, pas kalun shumë një periudhë kohë, i thot mbretin hoxh, të falenderoj për gjithë këtë periudhë që ke ardhur, Zoti të shpërblet, u urdhëro pagën edhe për këtë javë ose për këtë muaj. Tani e tutje mos hajde më. Mi po është problem. Se ti mësohesh tani. U mësove me një standard caktuar, hiku i standard. Edhe i thot, ore, pse thot çfarë? Asgjë thot. Po nuk kam nevojë më për këshill. Kush s'ka nevojë për këshill? Gjithë kemi nevojë për këshill. Po shikoni vizionin, logjikën e rrugës e mi. Tha hoxh, shi si ka filluar të zbardh mjekra. Thot mbreni. Tani tha sa herë shifem pasyrë ta shoh mjekrën dhe kokën, domethënë që më janë zbardh, edhe janë këto përkujtuesit, pra. A filloi të zbardh po? Po të erdhen më shenjat, që të modi? Do më thonë ta shosh dekin aty ballë për ballë, mo, komplet, më thonë, ja, erdhe, ja ku e ke. Ti ka dhonë pra Allahu shenjat, ka fillu me t'i dhonë shenjat. Fillot u zbardh ka i qik, edhe kur je me kokën e zezë, ai me leku vdekjes, po ta pa të emrin të ftere, do ta morin. Po aty mo nuk ka, nëzi sa dushti.
Nxisa dush. Ai e ka aty në tefterat. Pa e pat në tefterat, të erdhi rralla, as nuk ngatron, as i gjë. Dhe mbreti pra çfarë tha? Tani dhe më përkujtojnë thinjat për mi ka çu Zotit dhe më thonë i shoh për ditë. Ndaj të nderumit e mi, edhe Umeri radiallahu anhu, sikurse do të dëshiroj që të mbyll një javën e ardhshme, domethënë me Umerin, edhe pse do kisha qëndruar dhe shumë ndoshta me të, se ka shumë detaje në jetën e tij. Edhe Umeri në fundin e jetës së tij, çfarë ishte veprimi që bëri? I ulur mbi një pirë grëre, ngriti duart dhe tha: o Zot, kockat kanë filluar të mdhimt. Për kur i themi në atë fjalë, kanë filluar të anku. Kockat kanë filluar të mdhimt duke mbrejt. Thinjat po kanë bot veten, pra që jam plak. Fjala s'po më shkon më siç duhet. O Zot, ta më merr shpirtin duke qenë i kënaqur prej meje në tokën tënde më të dashur si shahid, si dëshmor. Thot Hafsa radiallahu anha e bia, thasha po kërkon vallë Umeri luftë në Medinë, sepse nuk e konceptoja, pra nuk e mendoja se si mund të vdesësh në shahid në Medinë. Dhe kur u vra Umeri thot në Medinë pa luftë, pra aty kuptova domethënë se mundesh të bish dëshmor edhe pa qenë luftë, domethënë se e konceptonte vetëm pjesën që duhet bëhet një luftë që të arrish gradën e dëshmorit. Ky do të ishte Umeri radiallahu anhu në pikat përgjithshme në organizimin e jetës shoqërore, në themelimin e një shteti të fortë, që quajtur ndryshe domethënë periudha umerie, përgatiti një pushtet akoma më të fortë për të nderuarin Uthman ibn Affan radiallahu anhu, për t'i dhënë botës mbar shembullin e personit i cili sundon me drejtsinë e Allahut subhanahu wa taala, siç thot Anas ibn Malik, mund ta shifi që Umar ibn Khattab të dilte rrugëve, të ishte në përtregje dhe rrobën ta kishte me 13 ose 14 arna. 13-14 arna, pra njeriu më i pushtetshëm i kohës. Njeriu i cili theu dy perandoritë e mëdha të botës, thot shifja Umerin që rrobat i kishte jo me arna, po domethënë aq shumë arna sa njerëzit i numëronin arna tek rrobat e Umerit, 12, 13, 14 arna. Por Umeri jetonte me drejtsinë dhe dashurinë për Allahun xhelle xhelalu, e lutim Zotin xhelle xhelalu të jetë i kënaqur prej tij dhe ai është i kënaqur prej tij. Lutim Zotin na mundsoj dashurinë për të, ndjekjen dhe pasimin e modelit tij, dhe lutim Zotin xhelle xhelalu na bashkojë me të dhe me profetin tonë të dashur në xhenetet e larta, në xhenetet Firdaus. Amin Allahumma amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.